nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Në valët e radios sapo ndoqëm këngëtaren Jolanda Laloshi në një nga interpretimet e saj. Ka shumë këngë, megjithatë unë e kam të ftuarën time në këtë mëngjes, ju uroj mirëseardhjen. Mirë se gjeta Merit. Më vjen mirë që ju kam sot në studio, Jolandë, sepse keni një repertor të gjerë e madje edhe një aktivitet të shtrirë në kohë. Por përpara se të fillojmë bisedën, natyrisht nuk dua të vendosë një gur tjetër gjatë saj, por dua të them jeni e veshur me ngjyra të mbyllura. Ne kishim planifikuar këtë bisedë, por mund të më thoni pse? Edhe herë faleminderit për ftesën, është kënaqësi me jo mund ta quaj bashkëbisedim, edhe si parantezë para kësaj që më pyet, ju e filluat programin Mirëmëngjes, të i sensibilizu ose të nxit opinionin publik rinin që të një barrierat dhe me kamulje, me vullnet të realizoni, me përpjekje të realizoni. Por Merita, gjatë bashkëbisedimit, unë do t'i tham barrierat, sa do në atë kohë të ishte guximi, të ishte pasioni, kënaqësia, të unë nuk më nane me ecë ashtu kur unë ku doshe në start me mrit. Megjithatë, prap, kamulja e madhe, pasioni, qisnjat pa mujtun, unë arrita diçka me pasat kënaqësinë teme, pavarësisht sa të maja atjo, por gjatë bashkëbisedimit, unë do t'i tham atëherë... Nuk më thatë pse... Atëherë, me zëza jam, para një mujt kam humbë konaten, nusën që jetoj me prindë e mi, me 4 fëmijët e vet, e përkushtuar kena pas një humje të madhe, nusën e vllajt, nusën e Markut. Kena pas një humje të madhe. Edhe do të thënë ato ditë ju kemi kontaktuar po fillimisht. Ai ishte dera Gjinis, gjitha konatet i kam shumë të mira, po kjo do të thënë intensivisht tu taku me të pa problemet e saj dhe pak shëndetësore, jo se ishin ata, do të thënë shkak ose ndjes pas. Ata faleminderit. Bile unë kam bërë një poezi, është pasioni e me dhe ajo, me qenë se fillume, ju mund të lexoni në kujtim të... S'ka problem, mund të lexoni ju vetë. Pse lotët mi manë peng, lënë lumin e tyre të zbrazët në detin e dhimbjes, të kjaj në heshtje, të mos nihem, në sku të kjaj, të mos shihem, ku do në dhejtë fshihem, sa do pas za të kjaj, nuk i shpetoj synit tanë ku lotët mi ndal nga lartë kunat. Në fakt, dhimbja është njerëzore. Dhe njerëzit e jetojnë jetën me dallgët, me problemet, me vështirësitë, me përpjekjen dhe këmbguljen, edhe me kënaqësinë e mbërritjes së një destinacioni. Në fakt, kënga për ju, Jolandë, ju është shoqëruesja juaj e hershme. Keni shumë këngë në repertorin tuaj? Shumë kam, shumë dhe më thanë, të pothuajse fokusute kënga popullore, shkodrane, bile në disk kam edhe një këngë të Shqipnisë me Esmet, që në djema Shaloni Atin. I pëlqejnë të temat edhe unë e jaknoshe, të imijat e mësova dhe më thanë në autodidakte, pa në i trajnim, por ka dalë shumë bukur. Në i serenate këtu, por kryesisht vetëm këngë popullore, qytetare shkodrane. Minimumi mund të jeni 150 këngë, që i kam të magazinume në trunin tem. 150 këngë. Në fakt, kënga popullore shkodrane është një institucion i muzikës popullore shqiptare. Sepse do të thosha ka tipe të ndryshme këngësh, ka nivele të pakrahasueshme, mbase mund të thuhet shumë profesionale, siç është Jarja, por edhe kënga strofë refren dueti, cila është parapëlqyera jote? Jarja, do të thënë paraqet vlera, siç e kanë përcaktuar ose siç e kanë krahasuar mjeshtrat e mëdhaj, është një arje. Unë kam rrit edhe dëshmi në Tiranë, se kam dalë në atë kohë në Zanzibar, kam babaj kurs në Mujor, kam dalë ekselente atëherë, të mërojt me jaren, por kur e kam regjistru, nuk ma kanë transmitu.
Ka dalë në nivelin më të shkëlqyeshëm. Cila ishte mashallah bukurisat? Ja, po? për mu pas ka kenë kismet. Për mu pas ka qenë një E kam regjistruar, e kam Palokurtit. Palokurtit, po. Në fakt ju drejtuat këngës popullore sepse më tepër ju pëlqente, kishin ndjeshmëri. Është një, më thënë, spunto e rinista me të hershme, e feminisma, mirë me thënë. Unë në fillimet e mia janë qysh 8 vjeçe. Unë të majman Merita. Sot fëmijët identifikohen nëpërmjet televizionit, Boy Kids, X Factor. Këto komedicionet muzikore, do të thënë kena pa në televizor. Atëherë janë unë për vete. A jeti ajo vajza me shenjë sy, a jeti ajo Melita Matufen, që knove. Me tuf, po, Qingji. Edhe nanës, po. Edhe nanës Qingji vogël. Do të thënë, është Melita. Një vite rradhë me Matufen. Ka qenë një këngë e bukur shumë, po si edhe Qingji vogël. Ato ishin kujtimet atë festival ishin bashkë. Por unë nuk nëshë sola, vetëm me Leonardete, vetëm kuartete, dhe në kuartete shkoshe, duete jo, edhe në vetëm za dytë. Kishe shumë vish muzikor, erdhe Toninda, unë nuk mund tanë për këto mjeshtrat mlaj, indjeri, sepse sot janë gjithë ndjerë, janë ka kaluar shumë. Por ato jetojnë në mesnesh me këto perla, me atë kontribut shmushëm që kanë vanë atë kohë, kështu që nuk mund të thamë. Si kujtone atë aktivizim fëminor, sepse ajo është, si thua, dëshira e parë që merr hovë, që keni përjetuar edhe ju, kështu që absolutisht e mrekullueshme. Është një retori që ban në këtë rast. Një mrekulli është, një mrekulli. Më thënë, 7 vite rradhazi në klasë 2, e kam marru me fitore një këngë në klasë 8. Cila ka qenë ata? Methasa. Pioneri Methasa. E ka kënduar edhe Mukadesi edhe ju, a? Atëherë është pjesë tjetër. U kënu në festival lokal Premet, me një djalë, harroj emrin. Kanë kalu 40 vjetë. Më vjen keq që Nise, kanë qenë me dublime dhe... Kjo ka lërë automatikisht në festival kombëtar, ne na internojnë edhe këto më kadesi. Ka ti nuk din gjanë me li që më kanu. Par historie. Po mirë, po ju e vazhduat pastaj disi këngën, sepse keni shku në kursin e ansamblit me... Po ka jeta shumë e gjatë edhe janë të paq me kamulljen teme, me edhe sa filluam me afirmu edhe diçka. Jo se po e thamë vetë, e thojnë shumë, por unë s'mund të ripa përmen. Gjithmonë, kur je suksesshme, kur je një grup kryullën, vajzë kryullën, gjithmonë bashkë e diskutueshme, qash kjo të ka, më ndodhi negativisht kjo diskutim. Atëherë më kryushin barriera, sepse e matë ka kënë inxhinier, shkollum në Italinë e bush shqiptare, si nxënës ekselent. Ashtu, a? Erdi mama edhe mua me politikë të djathtë dhe u burgos, dijen pasojat, më nëjnën. Kjo ishte shkaku kryesor që unë me periulla. Sa vitën heshte hajde, sa... Si spuntull, afishohet desha me dalë aty, do me thanë, pse unë mora zgjedhën e këngës popullore, pëlqimin ose pasionin për këtë këngë, për këtë zhanër. Ishte afishu në 75-ën, në marts, përvoni aftësi tuja, dhe në shtëpisë Pionierit. Unë thamë po shkoj për këngë, me që gjithmonë ishim kuartet, kënoj këngën e Shoqëria e Lushit, Bajram Curr, sepse duheshin edhe pak tematike, jo kretë, tema sociale, jo fort, e kënoj. Edhe gjithë ato, më thanë, maksimum i pikve, 30 pikë edhe profesor Nardi, zotni Nardi, thot, në lu vajzë, filloj edhe provat për festivalin, ishim paralel edhe konkursi, konkurs me fjale, me poezi, me balet, aktiviteti shumë. Atëherë, për aty thot ti do të jesh solo. Në bani kënga pas afat Methasa ka pas timër popullor. Aty mandaj unë nuk jo dava, sigur më pëlqej, realizova mirë, fitova qenë dytë, ovacionet pa pame, sepse spektatori do të pak motiv popullor. Edhe sa mirë ka vajzë, ka që ishte, ajo ishte shtysa, ajo kompeticion që... Që ndodhe më pas? Masi, ne internojnë, edhe për mu ka kënë fundi botës. Ishte periuda që unë pritë për mu evidentu të shti me këngën, automatikisht këngë fituse kaloshin në festivalin kombëtar atëherë.
nuk më nëshë sata intervjise, nuk është apo bëhet e standardshme kjo, por prapë së mundë më najtë pa përmenë, sepse kanë rënë gjurë në zemrën temë, në shpirtin temë ato. Edhe na internojnë, nuk më japin drejtër, më shku në gjimnasë, më marruan klasën e 8 në fshat. Unë ishë nxënëse ekselente në anglisht, ato fshati atje ma bu një vizë. Kjo nuk ka anglisht. Unë flasë anglisht të mësuse, nuk... Dhe më thanë edhe u do të shkolla mesme, sepse thoshe të vazhdoj me shoqet e mia, një vjet me lanë pa shkollë. Atëherë Emvlla Federico ishte ekselent në Jordanisja, mësuesi i kujdestar ishte me atë drejtor Selacena. Patjetër po marrëm këtë një shumë mirë, patjetër. Edhe shkollën me zi me najtat e vllai i madh Giovannini për 4 vite. Bana gjimnazin 2 në Jordanisja, ma dhe mihini dhe i Vlanburg, më desh më spostu prap një vjetë pushim, ma ne kalova të 28 sot. Për ju që mos më ju ba barë, se baba ishte djali vetëm, nuk ishte kushri, në shkolla në Fushkruj. Edhe aty të motra e martume, dhe më thanë, 3 objekte shkolla të mesme. Dhe më thanë, prap pra gjithmonë kam mule. Unë do ta baj me ditë së dësa dhe për 10 vjetë shkollën e mesme. Dhe mbarova. Por nga në tjetër, ju vazhduat edhe një kurs të këngës popullore, se mirë. Në Jordanisja, ku shkova një vit me vënesë, më thoshin ata nxënësit. Kjo ka kjo mecja, i thot profesor Ruzhi Berlisa. Po cila mecë, 10-20, cila mecë, fëmijëve, sepse unë ka kënu ma dhe në kënova, u mora, dhe më thanë, nuk më kanë aneksu për drejtimin e talentit. Absolutisht po. Me bashkënxanësit e mi, mësues, kudo që janë i përshëndes, i du fort, nuk e harroj për mbështetjen që më kanë ba. Po nuk kanë pas ma mundësi të... Po, natyrisht. Ndërkohë ju vazhduat një kurs. Atëherë kursi, masi realizua. Gjdo, përpara Merita Judini, janë ba estrada, teatro, në përmjet shkollas, edhe ma të mirët, bashin një të përgjithshëm. Aty, manë edhe konkurse kanët, gjithmonë mërshë çmim dyta. Asnjëherë treta as para, gjithmonë dyta. Aty do të thanë, u mlo një komision, Jolandën do ta çojmë kursin e këngës popullore. Po, që të mësohet edhe në interpretim, të zgjanojnë repertorin, të marrin edhe një dëshmi. Me qune, në 85-ën masi diqen vërhugja, u liberalizu pak. O sham një moj, dhe më thanë, filloj një dritje shile për mu. Aty në manajnën, kena ba një shkollë, sa për nënë muj, unë kam pas me fjallat certifikat që i kam marrë, shumë e vlerëshme. Ka kene plotësume komplet liceu artistik për 4 vjetë. Sepse unë punova shumë, sa që arrita prima vista me lexu solfegj. Edhe partiturën. Po. Ishte pasion vjen. Si ishte me çfarë trajnerësh, me çfarë artistësh e realizuat këtë kurs? Me Naile Hoxhën, Gjevet Hafizin, Sali Brari, me mjeshtrat këngës, të ansamblit shtetit. Keni realizuar? Praktika jonë ishte me dhanë në koncerte, në mujna i në knash në përskenat më të mira të Tiranës. Në stradën ishte me program, sepse kështu ishte praktika, por mas 6 muajsh. Kur ju kishi kaluar atë stadin? Po, orkestrimi këngëve nes na bate përshtypje 100 fillë dhe 3. Dhe më thanë, në ansamblin e shtetit kam kënu, në Pallat Kulturës, disa herë dhe kam muzikë shlet. Sa bile një herë, më thanë, festivali i fundit që u bate, ishte 85, ishim 86, do të kënoshin këngë në rinjtim për ritimin të reja dhe herë çmime. Aty marrë çmim të dytë, edhe aty çmim dytë. Me cilën këngë? Denver Hoods. Po ju si e këndua? Jo, atë doshin. Me në kam marrë veta për në Hoxhën për partinë. Pastaj, si ishte ajo kënga? Në për vitën e uzbardhën dhe kujtimet në zurinën. E tjerë, po. Pak në vash shumë bukur edhe, kompozitori atë në zhuri. Do të bëj këngë për ty, më thot, po nuk eci fjala, nuk... E mbaruat këtë kurs, çfarë ndodhi pas ti? Fjala dhe nuk, se ishe në projekt me kënë një festival të funditit unë.
për këtij kompozitori që nuk u realizua. Po ja, se dekonspirune mana kjo kështu e kjo kështu. Ala ishte mbasi mbarua këtë kurs mbasi mbarova, unë dola në nxansja më e mirë, ekselente aty. Domethënë e shprehi edhe drejtori i ansamblit shtetit, kjo. Domethënë ishte një vlerësim jo për me thani, po kaloj ndoshta jashtë modestisë ose jashtë anonimatit, por historia njerëzore do të për ju ka qenë diçka e bukur. Shumë. Mu dukte si me pa marrë fakultetin, mu dukte realizuar. Erdhët me ëndra. U kthyet në Shkodër? U kthyeva në Shkodër me një letër të drejtorit ansamblit shtetit për me regjistru me Shoqëria Lushin dhe Biknojen. Me Jaren që kishte drejtori nuk e ditë, unë në studion Radio Tirana regjistrova 2 këngë. Se që po fluj një fat pranverët edhe për mu pas sa kanë kismet. Se që po fluj një fat pranverët se nga 2 kishim tanë trajnusit, mu Jaren nuk ma qite. Doli një mrekulli, nuk ma nëzore, nuk e di. Edhe aty e persekutuar. E kërkuat edhe nuk... Jo, nuk e di, nuk më ka dalë edhe koha gjatë këtyre viteve. Ajo do t'jetë, pa është një mrekulli, është kënu për 7 palë qefe. U kthyet në Shkodër, e vazhduat? Lucie Meloti shkova i thamë, Zoja Lucie, unë. Ti ma këna vaj, se unë nuk po ditë, është me ba... Nuk ke nevojë, tha, me të mësu, e kishe me dëshirë. Dhe ka pas një komunikim të jashtëzakonshëm. Pas, pa mirë, po vjetë se Jarja nuk o knote, në fakt. Baljet Hoxha, pak në, Lucia po qipo, po ishte një brez tjetër, Lucia e Biku, por ma dhe fiduni më redu këtu, disa ka ju duke, jo marë, a këno i mejlek me Bernabeka, ju dukshin si ka në serber kroate, tu azume shumë edhe nuk në leshin. Jarja nuk më ullan në transmitim, në Xhanse ekselente, më falë për jashtë modestin, po pjesë e historisë nuk më në rritë pa për me. Jarja që doli një mrekulli, nuk, në Xhanse s'mak mirë nuk i japim vlerësimin si duhet. Malane aty, unë e kam dëshmi, kam në shumë. Ju kthyet në Shkodër, me ëndra. Për regjistrimin, shkoj të Biku, i thamë shumë. Kur jam nis, më kanë kthy në rrugë. Ja, s'ki me... Aty fidhule noj. Sepse thash edhe ma përpara, sa ma diskutushme të bashe, po kusha kja, se njeri u i pyt, identitetin e kësaj vajze, ku rrin, ku shkon, qa bani, ku jashtë. Kur thosh në ku jashtë, stop, më kryote një barrierë. Nuk e realizova. Manajnën më fton Luan Barova. Po Tiranda kena përgatit e kam për ty, sepse si sot, kur vinë prej Vojësit fitus, se prej Gjeniut, nëzë që presin një marë. Natyrisht. Ti evidentoj këto talente dhe mu e ba me, dhe thanë të radë, pianos u knaqë, thote, dhe kam një vlerë. Nëse prova, në shkëm prova, më vjen keq. Së mu me kem pjesë për ga. Po s'ka gjask, se të duha të shtime edhe me pranume. Me hire, me pa hire. Ju qëfar drejtimi morët për pas? Sepse në skenë e pat që nuk mund të dëpërtoni. Edhe një herë që majmen, për së këtë majmen që ma ba me Rita, për atë Luani, po provojmë edhe herë. Sa dashamirës ka qenë? Shumë. Punëtor, i talentuar. Dhe a i talente me ziqpite, thot po kënojmë Kymarak. Edhe jeni e të s'ke nevojë për prova. Një me njëtë prove, dhe këshim ba ma muj prova intensiva atje, trajnim. 5 minuta në gjepat e skenës, unë jam këthy mrapsh në kinema verore. Sa shumë atë e. Ajde një më shifni, biletat pa me qeku. Qfar ndjetë, kur u këthyet? Merita, ta shti po të nërë në fëtyra. Imagina, unë e re se qa përjetova. Për mas me dalë ma shpijet edhe më nërë. Komunikuar? Bile sa herë thoshe, ba me kanë tishat, unë mërge i shkoj. Nuk më prish gjdo gja. Po, qëfar të thote baba? Baba nuk thote gja, rritë si peng, do me thanë. E kuptoj edhe aj se faj kryesor, po thamë nërthojza, faj kryesor, ishte aja, s'bate za. Nuk kam bështetur që të dili nga gjendja. Absolutisht, aj pitën e gotë aki edhe unë knosh, u knaqte. Pra ke kënduar në familje, nuk ndërpreve këngën? Absolutisht, po në darës, ma i vente familjare në fisë. Ndërkohë ti u fute në punë? Po, dhe në punë kam kënu. Bile nërmar jam qoj,
do të edhe konfirmimin armarrjes, edhe aty pak me barrierë, po i tham drejtorisë, nuk e di për me kënu se bëhet në imkat. Të kënosh i tham nuk është në krim. Ta pa e diskutojmë, ajo më do të kupton sepse unë kënosh edhe në cilën ndërmarrje keni qenë? Prodhime artistike. Artistike kam qenë në repartet më të mira. Tu kanë edhe talent, me privilegjuar. Në cilën repart? Puplave. Unë para 2 ditësh kam patur këtu inxhinier Zevgjinin dhe ai mendonte për i hapte madje atë repartin e puplave. Kanë qenë ndjesi shumë të bukura dhe kënga patjetër që të ka ardhur edhe në zë kështu apo jo? Sa herë kishim edhe gra që kënoshin se jo të gjithë janë bashkën fare. Po natyrisht, megjithatë në Shkodër, siç ka thënë edhe një nga njerëzit përkrahas të kulturës në Shkodër, Isali Bali, në Shkodër të gjithë këndojnë, kështu që ndoshta e ke drejtuar atë grup grash që punonin dhe këndonin. Po ka pas edhe sens humorit Merita, çdo gjë e largoshe. Kur nuk sytë e mi nuk janë pa me vaj, kur e mërzitur, zot ata nuk duhen shqetësu tjerë, du me i dhanë kënaqësi. Po çapo kënon me i thoshën, se me kanë të shtu punën në shtrat. Dhe të thënë pasion, gjithkund ka nga i duket si pra, megjithëse në një farë mënyrë ju është mohuar ose jeni sfumuar nga skena, ju këngën e keni pasur brenda vetes. Absolutisht, po Merit, absolutisht. Dhe gjithmonë ju pëlqente kënga popullore. Po demokracia, kjo ishte një periudhë natyrisht me shumë ulingritje në shpirtin tuaj artistik, ose me probleme tek ana emocionale, sepse natyrisht të pengohesh, një e re është diçka shumë edhe i herë bile që ndikon. Po, dhe herë Merita Çesmarshi përshëndes sepse po, violinisti e përshëndesin. Facebook është ka shikueshmëri shumë të lartë. Ma marrë zani, mishte që jarë zani. Ishte një periudhë gripi. Do të vish, vjen Rita Kapo. Po, Vito Kapo. Do të kënosh se zvan. Po si u prezentova dhe keq me atë zani. Jepi vedit. Dhe ta nuk me kanë fërnu me kënu në nërmarje. Po, institucionet, legjitimet, kulturës, absolutisht së bate fjalë, absolutisht. Megjithatë ata njerëz të mirë, të cilët nuk ju kanë aneksuar, ju kanë mbështetur, natyrisht zënë vend në kujtimet tuaja, në mirënjohjen tuaj. Edhe luajnë burova në mbështetësit më kryesor. Ka që durët edhe, gjithmonë ka një hierarki që Natyrisht. Jolanda, më pas së vitet e demokracisë i thyen këto barriera. Mas viteve, demokracia me gjeti të martume me fëmijë në një familje tregtarsh, ardashës, por jo artist mirë fillët. Në familjen Gjeluzi. Gjeluzi, Leonard Deda ishte burri tezës i burrit tem, në Albinës. Baba i Fabiolës. Po. Edhe kur vjen, ti thot je nuse të na po. Ti nuk e besote. Po di që i ri edhe ai. Po gjithsesi fëmijët filluan të rriten dhe ti e rimore këngë. Jo vetëm urbana, do të thënë vetëm rrish fëmijët, kuptohet tre nuk janë pak i pakshëm. Burrin e kishe përgjithësi më shumë i smur, edhe mu, zoti ma largoj atë pjesë, nuk më la me vujt, sepse kishe anën të shtitë një përkushtimin familjar. Përkushtim familjar, asësi. Por kur shifshet, nuk e dashe, kompeticioneve kur ata vite, më thanë, du më të vazim për qëtun dhe qa ishin këto në televizionin kombëtar të vëshë. Gjithmonë të i pa dhe një kritike që kjo është me kalu, kjo është me... Pra keni qenë vetëm spektatorën atë ko, afer muzikës. Erdhi një moment? Një moment. Viti 2000 martojmë vajzën e Dajs Burrit, Gajtansh, edhe... Së më bjerë në Gajtani. Koleci, djali Aci Bjerse. Atëherë Nazmi Lishi, edhe ai profesori jem, e kam marrë pjesë në klubin Vasishando, klubin në Herojt e Vigut. Kanë qenë aktivitetet mrekullueshme për konkurse Jolanda.
Ajo darsim, dhe më thënë ishe Roland Gulli, Ilir Zoga, instrumentistat më atë një që i kishtë në qytetit, të kjo darsim. U bate bashkë, se ishte vjenë vajza për Amerikë. Po një ishte hera parë, dhe më thënë, vitit 2000 dhe qysh në ishin disa vite, sa i takutet. Po, një shkputje. Shkputje për i 10 vjeç, 10 vjeç. Ishte Luigi Alia, të kanë shëdranë, unë s'me kënë të parë një spektakel. As nuk njifte profesori, në zmilishim thjesht, pa më vloje për mërënë, thamë, sa një këtë që i kënën, këta qola, në qo, dhe më qole. Por me një jo frikë, po emocion, sepse ishe edhe para modeleve të artistave. Po, natyrisht. Ishte një orkestër model, jo talavar, koleci në një në nanë. Dujarën, i thamë, në thanë Merita sa është Stina që, dujarën. Po, ku jarën, nuk njifte kërkush. Ishte transformu, dhe më thanë vite, dhe ishte bateshe një gru. Po, me 3 fëmijë dhe gati. Ajo pauza, jo se unë ishe fort Merit, ku mas kënu, tu mas u evidentu edhe fillova në harrez. Bash më shatarët e mi njifshin, ku i nashë, pëse s'kënon e kështë por. Kështë arru edhe profesori. Ja, a du mu talkja, se kanë ullë në mikrofon kanë marrë edhe ullu moj, ose ullu marrë. Jo të gjithë janë, jo të gjithë kanë nivel. Jarën i tha Merit. Më thotë Luigi, a je gachme? Shumë e gachme. Atëherë kanë me kucin, kanë met, më falë për jashtë modestijet, po ishte satisfakcion, mu duks. Atëherë nuk e Luigi la mikrofonin për me më respektu mu, jo se ai do të me paraqit verë të veta. Për e knaci, natë kime këmë të joja beqë, më tha një 3-4 kanë. E u knaqë, nuk knaqë, Jolanda, kusha kjo, s'puto. S'punto që unë të atë dit ishte kthejse dhe nuk unë ala mama. Keni darë në skenë? Kam mja 15 herë me teatrin kaftu, por në odit shka. Jo se edhe artisa tjerë që kam bisedu, jo nuk më thire, nuk ka se si. Shkodra është një finalisht që provon talente. Atëherë, mundësia du të unë kujtoj që nuk më lanë atëherë 3 me biknojnë e me Shqyqyra Lushin, pëse mos t'i lanë 3 rritë. A shokotesh, ja aman, unë edhe s'ka. Sepse qosejna 200 këngëtar, asesi, nuk ka asesi kënohet të në një natë. Ndahem. Po, pra keni... Kam pas, nuk kam pas në... Por, si që tatë, ju bët me fëmijë, keni familjen tuaj, dhe vajzat tuaja janë aktivizuar në qendrën kulturore të fëmijëve, ashtu si ju ishi në fëminin tuaj ishi aktivizuar. Anjeza Gjeluci, vajza e zonjës Jolanda, vazhdoj këngën, u bë këngëtare. U bë këngëtare. Anjezën e kam qu 7 vjeqe, të bishta lecat. Jam lodha me gjithë Shumë e kanë këthy mrapsh, se unë isha dhe me djallë vogël. A i mësus lecit nuk më ka pranu. Letër mësus lecit, që jam ishë në zanë, se ka pas dhe boles për më mësusi muzikës. Pa me që e vajza Jolans për nderim për mësusin Lezbalca. Nderim. Autor i mirë, muzikanti i mirë, burri i mirë, si të mitë e ti. A me që e vajza Jolans, pa ishte shumë e vogël, kjo. Nuk ishte se s'do të me i marrë fëmi, pa t'ishin 10 vjetë që siper. Aty aja, qysh atëherë, vitin e 2 të forcu. Po dhe tjetra, kanë bile një fotografi të qeshe të knaqë, në 97-ën ka pano shtymja festivalit, shtyrja, është vërtet? Unë i kam një vazhdimisht edhe pa pas fëmit. Aty dhe më thanë, plëtërove, ke ishte u hilte. Sa që knote solistja dhe ishte statik në skenë, kjo u hilte, thote Robert Radoja. Pse si këni dhanë, kësa një kanë? Vërtet një këngëtare që ka shumë kënaqësita ta shohësh dhe ta ndjekësh. Po, unë kam dashur shumë shoh muzikë, po nuk më kanë lanë, arsyti thash. Ishte bagë, më thënë, aplikacionin e tanë, automatikisht, nuk ishte nevojë për në konkurs, por ishin formalitetet që për vajzë nuk dosha Anjeze, mami e një gjimnazi, e ba plëtsume, kanë tare bashkë, se ti ke 7 vjetë të shti pëthuj se trajnë në shpi pionjerit. Ka shku tinza që ishim plazh, ku po shkoni, po të motra pa marrë me vedi, se kam i punë. Në nështu konkurimit, në fitova, pa zorë dhe fituti. Pa pëse nejse ishte. E mbështesin? Me të marak se...
Po thotë mosha sot pse s'mlen, kupton se edhe mund ka me pak naket që se bana shkollën e muzikës. Po gjithsesi ju e mbështesni natyrisht dhe jeni për krahasje sa. Patjetër, po njëzja më i filloi politikë se pak e ka pak sekondare. Po ana artistike gjithmonë tek artisti jeton. Her pas here nxjerr kokë dhe vazhdim. Vazhdon se njët si kantare mirë fillet është sa. Po kjo, atë jo gjithkush e din. Sa mirë. Jolanda, qëndrojmë tek ti sepse natyrisht jo vetëm nuk e ke ndalur të kënduarit, por gjithmonë kërkon të ecësh, madje ke regjistron këngë, ke diskun tënd. Ne pak më herët dëgjuam këngën, një ndër këngë tuaja. Pra është një aktivitet që vazhdon tek ti. Me kë bashkëpunon më shumë? Si muzikant? Se thash në fillim të 2000-shit, unë regjistrohem edhe në një shoqni kulturore, më vjen mirë që evidentoj sot kulturore Miqtë e Shfranceskut, plus edhe në katedrale kënoj si kuriste. Kuristet e soliste, diku me Zevqoben, vjen Dëqan, nga tregtoshin mish, profesor, po në Tiranë kam ba dhe kanto korale. Për çdo ditë ka 2 orë kanto korale. Sepse ishim edukim koral, po. Pa tjetër, Jolanda thot, pa tjetër, dhe thënë, ishte pa provë në të thira kiveshe shkova, aty me artistat më të mirë, me Enriketa Kuçanin, me respekt për ty që. Me Bevjerdhen, Bijalin, janë shumë, s'po mundem i përmenë se edhe s'ku asashtë, e mjaftueshme, Gjeta Vedin, aty jam më prej e qetë. Tash këtu jam Gjeta Vedin, plus të shoqënia kulturore, Miqtë e Shfranceskut. Është një ndër shoqënit më të mira, sepse sot tana talentet presin kush po na thret me kënu. Dhe teatri nuk ka kapacitet, tash sa shumë janë ba. Vintena, me Luiza Evin, me Clarisa Filipin, me Nësi Ademin edhe shumë tjerë, kanë kalu të kjo skenë si trampolinë edhe, kanë prejkë edhe skenat... Ja, zakonisht bukur. Shumë bukur. E vazhdoni? 6 vite pat një pauzë, tashti na drejton udhëheqësi shpirtnor Aleksandr Tanushi, aja është edhe vetë artist, aktor, këngëtar, kështu që është një model për me drejtu atë... Po keni regjistruar dhe këngë? Edhe kam regjistru, kam punu me Irfan Shaqirin, Bardel Hysën, Agron Regjen, kam punu me Ilir Zogen, kam punu me Andi Onazën, me mjeshtrat, kur më jetë mundësia, kush kishte kohë ma shumë, po punoj me ty, po punoj, me thane, kam ba një disk... Shumë bukur. Nërë pak kam ba dhe Qonë Ndjema Shaloniatin edhe një serenat korçare. Jam Banxhi, shumë bukur kanë dalë. Qonë Ndjema Shaloniatin e kam ba vetëm kujtim të Temeti, se i pëlqejte. Pra pa në i trajnim, pa thjesht autodidakt, por e kam këtu dhe në Tiranë, e kam këtu edhe në normalin artistike, kur patarë në nanor, i herë ishtin konkurimi e stradave, i thamë, po kënoj me Elek. Aty e thash, jo, thote, nuk në i lejon, thote Qersmarshi, matematik, nuk ti matematik, a kënoj Qonë Ndjema Shaloniatin, ovacionet pa me dritë pas, ishte edhe komisionet dhe Gjosho Vasia, na prit me tha priteti ka në Shkodrane, po na mahnite, se prit me realizimi ka shbukur Qonë Ndjema Shaloniatin. Aja ishte prej hallit, jo prej hallit, e respektoj. E kuptoj, pra ishte një repertor pak tjetër. Jolanda, sa afërme ke mendim që të realizosh diçka tjetër, ndonjë këngë, ndonjë projekt tjetër? Një këngë. Unë për shpirt realizoj shumë, është edhe kostja që të pengon pak, avash. Do me përmend një shoqe te me ty pi kafe, se me ha lishi Ademi. A ki ba, ja shu si po më pyti, ta më i sami është kostoja, jo për t'i kërku mime, por një diskuton, sepse avash nuk mund ba tana për i herë. Mirë, thotë ja. Edhe me thret në kafe, e kanë këtë tuat këtu, ushe. Pim kafe dhe ajo, modestisht një zarf, ti do të më regjistrash një këngë. Po qënë të, të shti dzene se mi ke vanë ti mu. Ja more, me thanë. Kur hapi zarfin ishen, jo për një këngë, por unë bana kolazh. Jarë edhe. Mirë njohje, për zonjën së një sepse, pa,
vlera tyne, do të thënë, mirënjohja e saj, e shpirti i saj ishin mjaft kapacitet. Ishin shumë më shumë, unë nuk e harroj kur. Pra, ajo kishte shpirt artistit, unë ishte artiste, nuk e dishe se sa vuj unë. Investimi për artin është diçka shumë e bukur. E falenderoj, e përshëndes, kam shumë shoqe, gjithaj përshëndes, sepse... Jolande, ishte një takim shumë i këndshëm, pjesëmarrja juaj sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Edhe për mua me ju. Faktikisht sollet kujtime shumë të bukura, por njëkohësisht datë dhe informacionin e ecjes, të përpjekjes, të guximit, të çdo gjë që bën një njeri që të ecë përpara, pavarësisht pengesave. Dhe kjo është... Me filmet e mia me Mkadesin, janë në Mkades qanë, kena ka një shkollë me Farit e Laze, se pa thote dikush i ditë që kam kënë edhe në të smazi, jam sane, por çdo shkollë ka qitë talentet e saj. Respekt për këto njerëz, për këto artistat mrekullueshme, por edhe për atë atmosferë të mrekullueshme. Mësues që kemi me ka. Edhe sot kam ardhi orë 5 më tjerë. Kemi me kanë 4-5, ajo orë para, ajo rreth rrotullimi i Shatrivanit, pionjerit. Pra, kanë qenë vite të ushqimit të profesionit, por edhe të ngulitjes së shumë cilësive njerëzore që kanë vijuar rrezatimin për gjatë gjithë jetës. Kam bërë vjetë edhe koncert recital me 8 prill në sallën Mikel Kuliçi. O do ta bajo me plas, hinte zyra pamujtarit. Me karnar dhe artiste, me Mkades Qana, Mariana, kjo vajza gjeniut. Mariana Begu. Mariana Begu. Ka ardhë Ilsi Ademi, ka ardhë Gackodrina Qazimqela, artista që mund kanë mështet, pa përfitim ekonomik. As i kam lanë, as nuk kam marrë, thjesht për pasion. Kjo është e bukur, pasioni. Adriana Marko me bani një regji të mrekullueshme, kapaciteti ishte prej 250 venesh. Artisti ka, unë e një, qoftë edhe një spektator, unë jap maksimumin. Kjo është respekti. Që unë nuk kënaqja dhe ma hek një lloj sigur plotësova. Do doshe ma gjatë, po ashtë kusja shumë e papranueshme për mua. Joland, hap pas hapi, kur ekziston dëshire dhe natyrisht përvoja, guximi, unë besoj që njeriu gjithmonë ushqen pasionin e tij. Kështu fillumen edhe, po sot nuk kam barera. Është ajo ekonomia të frenon, se sot janë. Nëpërmjet valëve të radios ne do të dëgjojmë një këngë tjetër nga ju, ndërsa për të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet faqes sonë internet, unë ju falenderoj shumë që erdhët sot në programin Mirëmëngjes Shkodër dhe ju uroj sukses. Natyrisht rruga e ecjes nuk ka të ndalur. Ndaj të uroj që pasioni ju të ushqehet vazhdimisht dhe paç gjithmonë e curi të mirë, suksese, duar trokitje. Faleminderit shumë Jolande. Faleminderit edhe për shëndet ishte kënaqësi edhe nga unë. Faleminderit. Faleminderit.